Për të përballuar fluksin e vizitorëve gjatë sezonit turistik dhe për të garantuar shërbim shëndetësor të menjëhershëm në zonat bregdetare, përgjatë territorit të Florës janë hapur 10 qendra shëndetësore shtesë, të vendosura në pikat më të frekuentuara nga turistët, të cilat do të jenë në funksion gjatë gjithë verës. Majlinda Gjika, shefe e shërbimit parësor në drejtorinë e kujdesit shëndetësor, tregon se në territorin e bashkisë Vlorë, qendrat janë në Zvërnec, në plazhin e Vjetër, Radhim dhe Orikum. Do të ofrojnë shërbim shëndetësor për 12 orë në ditë. Në kuadër të funksionimit të sezonit turistik veror 2025, drejtoria jonë, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Vlorë, ka vënë në dispozicion në gatishmëri 10 qendra shëndetësore verore, 10 pika verore, të shtrira dhe të pozicionuara gjeografikisht përgjatë bregdetit ton, duke filluar nga qendra verore Zvërnec, e cila është në varësi të qendrës shëndetësore Nart. Kjo ka funksionuar dhe vite më parë dhe për 2025-ën do funksionoj përsëri në të njëjtin godinë, e cila e zhvillon aktivitetin e saj shëndetësor sa më afër bregdetit, sa më afër plazhit, në këtë mënyrë për t'i ardhur sa më shpejt dhe në ndihmë turistëve për çdo lloj problemi shëndetësor. Faktikisht në këtë qendër punojnë 2 mjek me orar 12 orësh, nuk është 24 orësh, duke filluar nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 20 të mbrëmjes. 2 mjek dhe 3 infermier. Gjithashtu në këtë qendër verore të Zvërnecit është në dispozicion dhe një autoambulancë e qendrës kombëtare të urgjencës për çdo lloj shërbimi urgjent që do lind gjatë sezonit. Ndërkohë, përgjatë vijës bregdetare të Imarës janë vendosur 6 qendra të tjera shëndetësore në Palaz, Dërmi, Drimadhës, Jal, Qeparo dhe në qytetin e Imarës. Këto njësi do të jenë të hapura 24 orë në ditë dhe janë të pajisura me staf të plot, përkatësisht me 3 mjek dhe 3 infermier në çdo qendër. 6 qendrat e tjera, 6 pika verore të tjera janë të vendosura në bregdetin e Imarës, duke filluar një qendër verore në Palaz, e cila ka disa vite që e ushtron këtë aktivitet, e pajisur me 3 mjek dhe me 3 infermier, me shërbim 24 orësh, është shumë pranë plazhit të Palazës. Qendër tjetër verore është në Dërmi, një qendër është në plazhin e Drimadhës, një qendër tjetër është në Jal, që kanë funksionuar për herë të parë vjet. Kemi pasur shumë kërkesa, duke u nisur nga ngarkesa dhe nga aktiviteti që zhvilloi gjatë sezonit të kaluar 2024, përsëri e kemi hapur këtë qendër verore në Jal dhe qendra verore në Qeparo dhe qendra verore në qendrën shëndetësore të Imarës. Të gjitha këto qendra verore janë të pajisura me na 3 mjek dhe kryesisht dhe me infermier. Me na 3 infermier, përveç Drimadhës që ka 6 infermier dhe qendra shëndetësore e Imarës me 6 infermier. Të gjitha këto qendra verore do funksionojnë me shërbim 24 orësh. Shërbimi i qendrave verore ka filluar, është startuar në 1 qershor dhe do të zgjasë për një periudhë 4 mujore deri në 30 shtator. Ky rrjet i përforcuar shëndetësor është pjesë e masave të marra nga autoritetet shëndetësore dhe vendore për të rritur sigurinë e qytetarëve dhe vizitorëve gjatë sezonit turistik, duke garantuar ndërhyrje të shpejtë në rast emergjencash dhe mbulim të gjerë shërbimesh bazë shëndetësore.